Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe ton Art Motion, ku do që jeni duke na shikun këto qaste në Kosovë, Shqipëri, trojet tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në gjysmë finalin e parë të Kupës së Kosovës ndërmjet të Trepçës dhe Borës. 40 minutave shpresojmë fantastike basketbolistike, topi parë për Zeqirin. Jetmir Zeqiri me Amzi. Sa bukur, çfarë asistimi fantastik i Jetmir Zeqirit për Shaquan Julesin, i cili e shmonton atje për 0-2. Pret atje Johnson, bashkë lojtar të Kosova. Dikur ish reprezentuesi i Kosovës, Sean Jones, e ka mbrojtjen me të vërtet të ngjashme me atë të Fenerit. Amzili për ball të Jetmiri. Sa bukur Amzili për Johnson, i cili me tabel pick and rollin. Amzil i mbetet atje të lufton me Tyler Chizin dhe bën këtë pa problem në pozitat e juja, jo të mbetni në mismatch. E ka të drejtën tim për 3 pik. Kundër sulmi shpejt Chiz, e sheh korridorin, depërton deri në fund dhe dërgon te vendi për 9-4. Mustafa Amzili, treshja e dytë është. Kërcen, por asaj nuk e përmirëson kundërsu. Çfarë mbrojtje mirë, e shpëton këtë top ve luftarak dhe i vetmueshëm në anën tjetër. Çfarë huqje të lehta. Amin Hoti nuk ngutet, i vetmuar është atje Adem Mekiqi. Thomas për mrekulli, posa hyri, bëri edhe një slalom dhe realizoi 4 pikë rresht të Thomasit. Thomas për mrekulli, mbetet i vetmuar, po dominon Tmushiqi. E kthen te Trilon Hajrizi, i cili e bën atë që e bën gjithmonë. E shikon Ilir Shalën, i cili i thot herën tjetër ki kujdes për simulim. E dërgoj, e lansojnë qintat e fundit treshëm për këte përsi që po e shi. Sa bukur Tmushiqi. Ky është balet. Shpejt atje te Mekiqi, topi lëviz shpejt tani. Aksion fantastik. Aksion fantastik. Tmushiqi nga një pozitë e vështirë. Ky tandem Tmushiqi Amzil, 21 nga 31 pikët e Trepçës deri tash. Amin Hoti tenton të përgjigjet dhe e bën këtë. Kësa e radhe po, me gjithate s'ka problem, Amzil është në vend, kërcimi 6 i ti. Hasbrook për Johnson dhe Mustafa Amzili i pandalshëm. Pick and roll, Mustafa Amzili për mrekulli. Thomas. Mirë po, i kalon atje si raket. Mendjen e ti Jules. Në stil të playmakerit Thomas, çfarë shënimi. Kemi në minutin e fundit, duhet zonale, bukur atje Hasbrook, realizon Biro Nukajn. Bukur Gjakori Payne, depërton së bashku në loj. Tentimi Hasbrookut në asistim të, sidomos pas kërcimit në mbrojtje, sulme të shpejta, kundër sulme të shpejta. E lodhi mbrojtje me Borës dhe tani po bombardon edhe Hasbrooku për deportime. E tani Trilon Hajrizi në stilin e ti, natyrisht. Payne kërkon që të largohen dhe Majtaku lanson. Javën ashme në një tetori, vjen me treshe atje me Tmushiqit, me gjithate Qiz arrin që të shputet, e në anën tjetër nga këndi realizon 3 pik Adis Beqiragiqi, e sheh atje Viningun, treshja e fundorve dhe bombardojnë për 3 pik. 5 herë huqi për 3 pik Akili Viningu, kësa radhe realizoj, mirë po i ka 6 asistime dhe tani Kenny Hasbrook me treshën e ti. Mes të Trepçës dhe Borës, tash javën e ashme të mërkurën e ashme në një tetori është revanshi. Hasbrook! Po shohemi një shenjë jete. Çfarë shënimi në mes të dy kullave të Borës, Gjusit dhe Tomasit. Depërton dhe realizon
për 79 me 49 Drilon Hajrizi e përsia më e lartë prej 30 pikëve, por gjigjet me njëherë në anën tjetër. Po e shihni rezultatin 31 pikë dallim. Ufa, çfarë kërcimi, çfarë ngulitje atje me të majtën i arzakonshëm, energjik atje. E shfryen mlefin e tij për këtë lojë jo të mirë, Shaquan Jules. Dhe atje Lance Thomas në brendi, e zgut pak disavantazhin, 27 asistimi Ron Ukajt. Deporton deri në fund dhe realizon, tenton për 3 pikë. Dhe me tabel realizon 87-64, fitore e Trepçës, përshëndetën Kashqellan dhe Adis Beqiragiqi. 83-67 ka përfunduar ndeshja në Prizren, ndërsa këtu 87-64.